Pashtu ka thënë Imam Berbehari, do të thënë ruhu, pra të paralemroj mos shikosh në fjalët ose librat e kelamistëve, edhe mos u ul me njerëz të kelamit, por kapu për athar, do të thënë gjurmët e transmetuara dhe njerëz të gjurmëve. Do të thënë vetëm ata pyeti, me ata rri dhe prej tyre përfito. Do të thënë njerëz që flasin me ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thënë Imam Ibn Abdul Barr, ka thënë ajma'a ahlu al-fiqh wal athar min jami' al-amsar anna ahla al-kalam ahlu bid'in wa zayg. Do të thënë ka ijma të dietarët e fiqhut dhe dietarët e hadithit, do të thënë dietarët e transmetimit në të gjitha vendet se kelamistët janë njerëz të bidatit dhe devijimit. Dhe të askush prej dietarëve nuk llogariten kelamistët, do të thënë prej fukahave, prej dietarëve të fesë. Por dietarët të fesë janë njerëz të etherit, do të thënë njerëz të transmetimeve dhe atyre që hulumtojnë për t'i kuptuar këto transmetime.